Cristiano Ronaldo ka pranuar se ka shkruar me AI fjalimin që mbajti tek eventi Prestige Awards dhe pikërisht për të folur mbi atë se si njerëzit nuk po marrin mundin më as për të shkruajtur vetë dhe në fakt se sa do ta zbe kjo edhe gjendjen emocionale të njerëzve në të tilla raste kur edhe fjalimet pastaj shkruhen me inteligjencë artificiale. Për këtë do të diskutojmë me inxhinierin biomjekësor Erman Mertenika, cilin e kemi në një lidhje të drejtë për drejtë. Erman, përshëndetje. Përshëndetje Dorentina dhe kënaqësi si gjithmonë që jam pranë jush në TV1 në Prishtinë për këtë tematika shumë interesante. E shikoj inteligjencën artificiale dhe teknologjinë, domethënë që po shpërndahet kudo. Po sigurisht dhe kemi është bërë instrumenti ynë më i rëndësishëm, saqë ishte e pritshme që edhe këto yjet e futbollit Cristiano Ronaldo është më shumë e pritshme nga këto, që më së miri pa aplikojnë teknologjinë se si të realizojnë madje dhe fjalimin e evente shumë të rëndësishme, siç ishte ky rastin fjali Prestige Awards,